Një shok po më pyet, tha Ramadan, tha, kam qef me të vejt dishka. Tha, shfol be vlla, shka do me më vejt? Tha, a mundesh me më kallzu, kur të martohet femra, çka bëhet? Thash e mër vlla, thash, ti me di çka bëhet femra, thash ti klojnë mend krejt. Tha, pse bre, çka bëhet? Thash, po femra, ku të martohet? Thash, në vitin e parë, bëhet lepër. Se vjen të burri, si një njerëzit, e sjellshme, e urtë, e mirë, e ngon burrin çka ti thot. I ngon antarët e familjes çka ti thojnë. Në vitin e dytë, ja merr ajo historien, ja merr zanatër, edhe bën të vëllpër. Veç vjell, me sy, këshyra. Në vitin e dytë, fol, e qatë lashkën besa. Edhe në vitin e dytë, burri e ngon gruan, e jo gruaja burrin mo. Për shka, mos me një këshia të përlatu ase, edhe detyrohet burri me ngu gruan shka të thot gruaja. Ndërsa në vitin e tretë, që i bënë top, mundohet me ongër këtë antarët e familjes, atëhere, folin të dytë. Edhe gruaja, edhe burri, as njëni se ngojnë një tjetrin, bënë të hallaka me modhe, një këshia, bënë të potera, edhe që, do me thonë, gruaja o bon ok, se po një në këshia zhurëm. Qka do me thonë? Thash në vitin e parë është lepër, se punon vynë e urtë ngon. Se, si një njerëzit. Në vitin e dytë, do me thonë, atëhere e qatë lashkën, se atëhere fol gruaja, nuk fol burri. E në vitin e tretë, tani mo folin të dytë mo e bojnë hallakam, një këshia edhe bëhët, o zbun.